Të harruar për 30 vite, banorët e Daullasit kanë denoncuar gjendjen e vështirë të rrugëve të brendshme, të cilat janë të pakalueshme dhe janë kthyer në baltë e askush nuk mban premtimet. Gjendja e rënduar e infrastrukturës rrugore e kanë cilësuar si një situatë të papranueshme dhe të neglizhuar prej dekadash. Sipas tyre, mungesa e investimeve për më shumë se 30 vite ka bërë që rrugët e brendshme të lagjeve të brendshme të Daullasit të jenë plotësisht të degraduara, duke u kthyer në një problem serioz për jetesën e përditshme. Sa herë bie shi, këtu bëhet kënet, nuk kalojmë dot as në këmbë e jo më me makinë, shprehen banorët. Ata shtojnë se u kanë premtuar çdo fushat zgjedhore, por nuk është bërë asgjë konkrete, jemi plotësisht të lënë pas dore. Banorët theksojnë gjithashtu se kjo situatë po ndikon drejt për drejt edhe në ekonominë e tyre, veçanërisht për ata që merren me bujqësi dhe blegtori. Sa vite keni pa investime, sa vite? Ku ka bërë njëri investime këtu, kam 32 vjetë këtu. S'ka bërë njëri, s'kemi pargja. Kështu si kanë qenë, kështu janë. Cilët janë problematike, rrugët apo kanalizimet? Kanalizimet i kemi ne, dhe ujë kemi, rrugë s'kemi. Ato që i kemi, kurse këto që s'janë, s'kemi që themi, se duket. Për rrugë kam premtuar? Nuk kemi takuar me njëri, drejt me thënë, s'na ka ardhur njëri që të këtë thënë, ne personalisht tu afër jo. Më tutje nuk e di. Çfarë vështirësisë krijon rrugët për ju? Po gjitha. Rruga është jetë. Ku do kaloj robi? Jemi me fëmijë të vegjël e me të gjitha, ku do kalosh? S'ka, rruga është kryesorja. Ujë, drita e kanalizime i kemi. Ne si lagje nuk ankohemi për këto. Kurse të rrugë nuk i kemi. Fati Daullas vuan vetëm mungesë në rrugët brendshme. Mungesë, tjerat i kemi për bukurinë, këto tjerat jo, nuk ka. Taksat i paguani? Rregullisht, nuk krim do të paguar taksat, nëse jemi shumë të rregullt ashtu. Çfarë kërkoni nga bashkia? Vetëm na bëj rrugë. Vetëm na bëj rrugët. Këto duam nga bashkia, se tjerat si kanë dorë bashkia me ugare me të gjitha, i kemi vetë, punojnë vetë. Vetëm na bëj rrugë, jemi goxha. Ju thatë që ka 30 vite që s'është vendor, keni shpresë sot? Dëgjoj, nga kush do mbajmë shpresë tashin? Nga pushteti lokal, se atje paguan taksat. Po atje i paguajmë, po ai nëse ka dëshirë të bëj, ne jemi shumë rregull. Okej, jemi. Përse janë rregull? Na bëj rrugë pra. Po na i bëj rrugët, neve jemi okej. Po s'na i bëj rrugët prapë kështu si kemi qenë. Ju pyeta keni shpresë apo jo? Nuk e di. Mbase. Jam i banor i fshatit Daullas. Ani se gjithë të tjerë kemi probleme dhe ne me rrugët e brendshme të fshatit. Nëse është mundësia i shikoni njerëz jemi dhe ne detyrim me t'ja paguaj bashkisë, ja paguaj shtetit të gjitha. Faleminderit për konsideratë. Sa vite kanë këtë gjendje? Ka 20 vjet. Keni kërkuar ju? Po kemi do takime edhe me kemi lemëruar dhe kryeplakun. Kryetajnëve komunës, njësisë bashkiake. Po më shumë se deri atje, më lart ne s'na pranojnë të flasim. Deri atje është. Nuk ka funksionuar. Jo, deri tani jo. Gjatë fushatave ose gjatë takimeve për llogaridhënie, kanë premtuar për investime në infrastrukturën e brendshme rrugore? Premtimet janë të mëdha. Premtimet janë të mëdha, sidomos para fushatave. Pastaj bie ajo punë. Fakti që jeni zhgënjur, keni shpresë? Eci me atë fjallën e popullit, shpresa vdes e fundit, po shpresojmë. Ekziston shpresa. Te ku shpreson më shumë? Te ana njerëzore. Tek asnjë individ. Më në ana humane e njeriut. Individi jo. Kushdo qoftë individi, për mua ka humbur e besim. Ata individ që drejtojnë janë edhe njerëz, janë human. Pikërisht pra thash te ana humane, jo të personi konkret. Mendoni se kanë këtë ndjenjë? Mendimin personal është ky që para zgjedhjeve ata i kanë të gjitha. Mbas zgjedhjeve Nxjerrim dot prodhimet në treg për shkak të rrugëve të cilat janë në gjendje katastrofike dhe askush nuk vjen t'i shohë nga afër, thon banorët e zonës. Ata i bëjnë thirrje bashkisë Fier që të ndërhyjë urgjentisht për rehabilitimin e rrugëve dhe të mbajë premtimet e dhëna ndër vite. Në përfundim i bëjnë thirrje bashkisë Fier që të ndërmarrë masa urgjente për rehabilitimin e rrugëve dhe ta përfshinë fshatin Daullas në planet prioritare të investimeve infrastrukturore.